Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis një sallatë me pulë dhe me avokado. Për këtë sallatë kam 700 gram fileto pule, kam 2 avokado, kam 200 gram misër është i zier gati, 150 gram e kam krudo. Krudon e kam kaluar në tigan pa vaj fare, thjesht të thekriset në copa të vogla. Kam bishtat e 3 qepëve të njoma. I kam prerë në copa të vogla. Kam një tufë me kopër, kam 3 kokra vezë të ziera dhe për salsën kemi 1 kokër limon dhe 3 lugë gjelle vaj ulliri. Do përdorim krip, piper dhe vaj për të skuqur filetot. Si fillim do fillojmë me përgatitjen e filetove. Kam vendosur filetot në tigan, por si fillim i lë pa vaj, thjesht të pinë ato lëngun e vet, lëngun që lëshon, duam të kekur. Dhe pastaj do shtojmë vajin dhe gjatësin e vet duam. Unë i kam ndarë në 2 tigan, për mos të pritur të bëhet tigan i parë dhe pastaj të bëhet të dytin, por në qoftë të dëshironi që t'i bëni vetëm në 1 tigan, atëherë gatuani të parat tek tigani dhe pastaj vazhdoni me filetot e dyta, gjesa të përfundojnë. Do t'i lëm që të thithnin lëngjet, pastaj do t'i shtojmë vajin që t'i skuqim krip piper. Filetot i kemi lënë që të pinë ujin e vet. I kthejmë, i rrotullojmë nga të dy anët. Keve të thekrisen pak në tigan. Do t'i shtojmë piper. Sipas dëshirës, nëse ju pëlqen pikante, mund të shtoni edhe spec pikant. Do t'i shtojmë krip. Të dy tiganët. Vetëm nga njëra anë, sepse kur t'i kemi në ana tjetër e marrin shumë mirë kripën. Dhe do t'i shtojmë vajin. I shtojmë nga pak vaj. Do t'i kthejmë, do t'i rrotullojmë derisa të skuqen aq sa duam neve. Të marrin një ngjyrë të artë të mirë. Filetot janë skuqur, kanë përfunduar, fikim sobën dhe i kemi gati. Fileton e kemi skuqur, e kemi gati, e lëm të ftoj pak që ta kemi përmbar dhe ta presim. Do ta presim në copa të vogla. Okej. Kam prerë fileton. Do ta shtojmë tek tasti që ne do ndërtojmë sallatën. Rregull. Kemi shtuar fileton. Këtu kam ta mund të përdorni, unë kam përdorur krudo, por nëse keni dëshirë mund të përdorni edhe pancet ose çdo lloj sallame që ju të dëshironi. Do shtojmë qepët. Sasia që të përdorni i qepëve e keni në dorën tuaj. Nëse se keni qef mos e përdorni fare. Do shtojmë misrin. Do shtojmë vezët. Prejni në copa që ju dëshironi. Ose prejni vetëm një herë në mes, ose ndani 3-she, 2-she, 4-she sipas dëshirës. Do shtojmë edhe vezët. Atëherë kemi shtuar edhe vezët dhe kemi avokado. Na ka ngelur avokadoa. Mund ta prisni në kubik, në copa të mëdha, në feta, sipas dëshirës. Nëse të gjitha po i bëjmë, po themi, në copa të vogla, si është përmbar që ta ham një kafshat, të i prisni të gjitha në copa të vogla.
është një sallatë vërtet shumë e shijshme edhe shumë e shëndetshme. Nëse e përgatisni, do ta shikoni që vërtet ka një shije fantastike. Atëherë, edhe pak ka ngelur, përfundojmë me avokadon. Ne kemi shtuar avokadon. Shikatuar. Atëherë do shtojmë koprën. E kam shtuar dhe koprën të gjithën. Dhe do përgatisim salcën. Tham vaj ulliri, limon, do shtojmë pak piper, sipas dëshirës, dhe gjysmë lugë çaj me krip. Por mund ta provoni për kripën dhe nëse shikoni që do prapë krip, mund të shtoni me pak. Përzijim pak që të shkrijë kripa. Dhe ashtojmë sipër, që të vej shija gjithandej. Sallata është gati, ka përfunduar, del vërtet një sallatë shumë e shijshme dhe shumë speciale. Provoni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëftë mirë, miq të dashur.